Për plasin aviona. Jo, po, për plasin kryet për shkronja. Kërë mesazhe wow, që shebone, hajtë kalzëm që shebone, e thash Mamet që kalzëm me një video, edhe ta bujnë update-in, komentu se i parë është Shukri Gaming, kështu që shumë faleminderit dhe që komentë se ke që këtë mundësi me komentu i parë. Edhe ti, komentu i parë, edhe me njerës gjithë shatal video tjetër. Hajde ma shpejt, koment. Okej, pra njerës, jena këtu te timeline, do me thonë te projekti që e kina bo që ka pëlqy shumë, edhe ka shku për me 10 shikime vërë platformën Instagram, se edhe tjerat i ka kalu 20 kërë. Kështu që shka kina bo, jeni te po të dhe në intro, që jam për plas me shkronjat kanë shku naltë edhe Hamza ka dalë për skene. Shka kina bo në fillim, kina bo incizimin, ose aktrimin. Aktrimi o kjo kështu për shembull, e thonë, që aktrimin që sho, kum hejtësën që i s'ka kur gjatë, ja kum bo, jo, kështu kum fol, një 2-3 lave që kum pot me fol, ik mërë në tonë, edhe kum dalë për skene. Shka kina bo na? Jeni te po që këtë qëtu? Që kjo qëtu është remove background. Jeni te po karakterin? Kërë e këmë bo aktrimin? Qëto, veç e këmë bo ctrl v, edhe u ka bo copy. Tana qëtë copyn e kina bo na remove background që me dalë qështu. Me dalë qështu. Edhe kjo layer i ri, edhe kina hip këtu nalë, normal, i kina përshtat kohën. Masarena, shka kina bo një layer, një text layer, Hamza, që e kina nëzën sken, e kina shkrujt. Edhe momenti ku i bione, ding, kina bo split, layer i ri, veç shkronjat MZA, hëja aja eken. Pse heken hëja aja? Se hëja aja janë shkronjat cilet kanë me aktru me një fjarë, kanë me shit efektin. MZA kanë më konë stabil ose static kanë me livrit, por që ato është veç një layer i ri, edhe kena lanë, opa, që e livrita vetën, që e durin dy Hamza këto, he. Mëja aja, do më thonë kanë më konë statik, s'kanë me livrit MZA, më falni, edhe për që ato kena më layer i ri, MZA, edhe u kry pune aktive. Tash, shkojna të seni kryesor, nëjse seni kryesor u konë edhe kjo, remove background, po, okej, si do që t'jen s'ka lidhe, na veç e bujna me drymës me na livrit, që jo, edhe okej. Momentin, kur për plas nëne për shkronja, e kena kriju një layer 3 shkronjen H. E bojna zoom. Mirë po, para se me vazhdu momenti kur jena për plas, e kena vënu na një sound effect. Drsh. Që me shit efektin ma shumë, me u bo videoja ma interesant. Edhe shkronja u shramu jene te po, shkronja u kon drejt. Momenti kur bione, shkronja shkon edhe shtramohet. Që shtramohet në përmjet këtive frejmave, në përmjet këtive baklavave. Ki frame-ave që jeni të mujtë me pa një këtu edhe një këtu. Një e këmë bo start frame, këmë hec, një, 2, 3 frame e këmë nuk baklavën edhe që këj kina scale, position X, position Y. Sa e këmë shtramu shkronjen H. E njëjten e kina bo edhe me shkronjen A. Që jeni të e pa e kina shqyt veç shkronjen A. Që përshëm nëse bujna synin, nuk kanë sken. E hekna synin, del në sken. Aja, jetë e po, njëtin ven e këmë nuk keyframe, nëse baklavën, nëse mundi me kuptu ma let. Kina shku po ashtu 3 frame, e këmë nuk baklavën tjetër. Edhe jenit e po, të më thonë kjo i ka ma ndryshe këto. E ka scale normal, malësia do tjetë njësoj, mirë po position X 141, position Y 154. Ate kjo tjetra kënë 280 154. Edhe pse këmë bu kështu se hëja nëse ka shku ka ana e majt, aja nuk guxon me shku ka ana e majt. Pa tjetër du të me shku ka ana e kundërt, është ana e djath. Që jenë të po kështu, hëja livrit, kështu me përmenje, hëja livrit ka ana e majt, kurse aja livrit ka ana e djath. Edhe MZA nuk guxon me livrit. Edhe viqa këmë bo efektin drsh të livrit këtu. E këmë bo aktrimin, këmë dal, edhe nalet videoja. Po ju nëse kishit dash me shujt emrin e ju, edhe nuk dalim i bo dy shkronjat e para, dalim i bo për shembull shkronjat tjera, ose aktrimin e kishit bo ma të knejna, në këtë rast në e këmë po ka uqin, nuk e dhja kisha mujt me bo, këmë bo knejna, ama mundëri me i livrit shkronjat, për shembull i kap shkronjat, veç i bojna me
me dri këta që mos me livrit, që këto shkronja t'i kap edhe i qetë që knejna. Edhe nëse ishe për plas, për shembull, ishbo të mëja. Jetë e po? Të mëja ishbo. Nëse këtë mëse këshin. Mëse këshin nëse kjo ndrulle eri. Po, ishbo të shkronja më. Edhe qështu e kishit zgjell cilat shkronja doni që me u bu me efekt, me ushit efekti ma shumë. Ose mundën veç shkronjën, veç një shkronjë, sigur që e po të mëja. Edhe shka ku mbone, për shembull ku mujt që shenë të po aj hëjën mës me livri qashtu, më kam për shembull veç drejt, edhe veç me shku të nalt. Ama ish bo shumë pa lidhe, qire? A vrejtët? A vrejtët? Aja del ma interesant se hëja. A një të po, aja del ma interesant se hëja. Për që atë arsye e kina bu qështu që drsh, me dal ma interesant. Edhe që ka që nuk kena i tutorial që ka pot shumë efektit ngarkume në ta, shka kena bo na, kena lujt veç me hën edhe me anë. Veç me dishkronja kena lujt, edhe kena përdor keyframe të këta dishkronja, edhe remove background, edhe sound effect kena shtu normal e kuptohet, edhe një muzik në background që me bo video ma të rjedhshme. Ma të mirë. Edhe po, ato shka kam pas që me dit realizimin që saj videos, e po se qysh realizohet që kjo video, edhe ju dëshiroj suksese, shpresoj që edhe ju të realizoni. Ju thash, nuk është pa tjetër me bo veç me dy shkronja, mund është me livrit veç një shkronjë, ose cëllën shkronjë do ti, edhe më varët sa e ki gjanë atë venin, une që kum gjiru në sopë, do me thane kum po të qatë gjanë venin, kum mujt me shku ma tek nejna, edhe tripodën me largu, ama se kum largu. Edhe me kanë kum incizu me telefon, edhe me 0.5, që kjo, që me kap një kuadrë pak ma të gjanë, edhe me dojt një video ma interesant. Kështu që nëse do një alot si magic trick me bo, edhe nëse ju pëlqit qëto magic trick kina me bo alo, kështu që bërëm një edhe follow në Instagram se në ato në postojnë magic trick janë shumë interesant. Besomni. Ok, Maps Family, kaq ishte saj përket kësaj video, shpresojmë që t'u ketë pëlqy. Faleminderit që keni kështu videon deri në fund, edhe mos harroni me bo like, share, subscribe. Shihemi në videon tjetër. Peace out.